Dje kam pa qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo që ka mund të ju them është se unë e mirëpresh mundësinë e konsultave, cila formulë, cili opcion, tani qëndrimet e ndryshojnë. Ju e dini, unë angazhohem për qeveritë opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Lidhjen Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. A keni ndonjë temë tjetër? Çfarë arsye të pranoni këtë takimin Abdixhikut, pasi nga të tjerët që folën edhe nga Partia Demokratike, po ashtu edhe Big Berisha nga ta që nuk është e rrugës të ketë një takim të tillë nga LDK-ja. Tani ftesha për konsult nuk ka gjë të keqe, që të konsultohem, mund të konsultohem bilateral, pra aleancë LDK, trilateral me PDK-n, pra nuk e shoh të keqe një ftesë për konsulta për një qeveri, e thash edhe një herë, pa të keqe, unë personalisht angazhohem për qeverinë e opozitës. Po nuk na pengon propozimi i LDK-s për konsulta për opsionin qeverisës në të ardhmen, pra personalisht unë angazhohem për qeverinë e opozitës. Po vjen kjo që jeni të hapur megjithatë edhe për vetëvendosjen, nëse jeni të hapur për këtë propozim? Jo, ndryshon, jo sheni, unë deklaroj hapur që angazhohem për qeverinë e opozitës. Është një qëndrim i shprehur edhe me kohë, edhe i argumentuar shumë pse, ndërsa ekziston një dallim, ne kemi autorizuar nënkryetaren tonë, që është edhe shefi e grupit parlamentar, Time Kadriaj, për konsulta me bashkëkryesuesin e seancës, në këtë rast zotin Dahari, edhe zoniushën Sala Jashari, në mënyrë që ta gjejmë zgjidhjen për ngërçin në parlament për konstituimin e kuvendit. Pa nuk ka ndryshim, nuk ndryshon qëndrimi ynë sa i përket qeverisë për qeverinë e opozitës, për shumicën e opozitës, po ashtu nuk na pengon ftesha e LDK-s për konsulta për qeverinë. Pra, Zotja Haradinaj, zotja Abdixhiku tha që takimi ka kuptim për qeverinë unifikuese veç nëse marrin pjesë krejt partitë aty. Tash në atë takim i cili synohet me qenë i përbashkët, duhet me marrë pjesë edhe lëvizja vetëvendosje. A merrni pjesë ju si aleancë në atë takim ku është në tavolinë edhe LDK-ja? jo. Faleminderit. Do të sharu. Faleminderit.